Cili është misteri i rezistencës për mendim të përshon? Një na i zbardhi Goxha që shkuar në mëndja dhe që është shumë interesante për emisione, pasuron me një informacion me drejën ekskluziv për mediat shqiptare, që kontingenti predhave dhe municionave pika nga Siria, sepse përputhen me kalibrin, me tipologjinë e armëve ruse që dhe Siria ka patur ashtu si që ka Ukraina. Po, në përgjithësi, flite njëre që ka rënë shumë morali justisë Ukrainase, që ka dezertime në masë. Tani më duket prapë është një energji e habitshme, sepse shumë analistë kanë pas vënë një lloj bazë ose kanë bërë një lloj analize që shumë shpejt, sidomos tani mbas tyre ndërhyrjes së Trumpit, pas miqësisë së re me Putinin, do kishte një demoralizim dhe një lloj dezertimi akoma të madh të vijës frontit. Si e gjykoni ju? Mendoj që të gjitha kanë qenë të vërteta. Dezertimi ka pasur gjatë gjithë 3 vitet e luftës, demoralizim ka pasur dhe mosha mesatare ushtrisë Ukrainës është rritur goxha herë në fund që kanë paga që rreth 43 vjeç mosha mesatare. Të gjitha të vërteta janë në fund. Kam përshtypjen që marrëdhëniet e mira që ka vendosur Trump me Putin kanë bërë të kundërtën, më shumë sa demoralizojnë e kanë forcuar atë moralin e Ukrainës që çfarëdo gjë që është duke ndodhur në fund ata do rezistojnë. Unë kam parë që sa i përket municioneve besoj që dhe shpenzimi është shumë i zhbalancuar. Pra rusët shpenzojnë shumë se sa ukrainasit janë shumë të kursyer sepse edhe nuk kanë aq mundësi kanë për të shpenzuar municione në frontin e betejës. Unë shoh që ushtria ruse ka muaj tashmë që ka ngecur, le të themi, në disa pika. 3 pikat kryesore që kanë ngecur dhe që nuk ka lëvizur prej muajsh janë thuajse të gjitha në zonën e Donjeckut. Është qyteti Çasivjarit që ka 1 vit të saj që është duke luftuar dhe që nuk ka bërë thuajse asgjë. Më tej se çfarë ka ndodhur para 1 viti. Është qyteti Torieckut gjithashtu në Donjeck, i cili u njoftua sigurisht e marrë nga ushtria ruse, nga Ministria e Mbrojtjes ruse madje para 1 muaji të saj, gjë që zakonisht kur njofton Ministria e Mbrojtjes do thotë që situata ka mbaruar. Ukrainasit arritën të kundërsulmonin, morën gjysmën e qytetit, pra vazhdon të luftohet. Është qyteti Pokrovsku gjithashtu që ka 1 vit që po luftohet dhe kam përshtypjen që ushtria ruse ka ngecur si thuaç në këto 3 pika në gjithë vijën e frontit dhe nuk është duke lëvizur. Ka shenja që mund të ketë një ofensivë të re të paktën në zonën e Zaporizhjes në jug të Ukrainës. Ofensivë ruse, se Ukraina se kam përshtypjen nuk kanë asnjë mundësi absolutisht të bëjnë asnjë ofensive për këtë moment.